Ka përfunduar trajnimi me oficerët e patrullës së përgjithshme dhe punojësit e sallave të komandës dhe kontrollit të Drejtorisë Vendore të Policisë Korçë. Trajnimi u krye për forcimin e policimit në komunitet, një iniciativë 5 vjeçare, 2024-2029, e financuar nga qeveria suedeze dhe e menaxhuar nga SIDA, që vijon mbështetjen për policinë e shtetit dhe ministrinë e brendshme. Vëmë re me shumë kënaqësi që pritshmëritë e qytetarëve janë shumë të mëdha. Mbi 80% të respondentëve mund që i vetmi organ që në përgjigjet në 24 në 7 është policia e shtetit. Kjo e ngren një pistë shumë të lartë pritshmërinë dhe ne vëmë re që komunikimi me policinë është shumë aktiv. Ato vazhdojnë nga tradita historike, po njëkohësisht edhe nga zhvillimet e fundit, ato vazhdojnë të kenë pritshmëri ke policia dhe e gjenë zgjidhjen ke policia. Por tashmë policia është edhe në këto trajnime që bën, është organ i cili do t'i orientojë qytetarët drejt zgjidhjeve të problemit, se jo gjithçka varet nga policia e shtetit. Qëllimi kryesor i programit është forcimi i kapaciteteve parandaluese të policisë së shtetit përmes zbatimit të filozofisë së policimit në komunitet, rritjes së bashkëpunimit me qytetarët dhe aktorët vendor, si dhe rritjes së besimit publik. Jam i bindur që ju sadopak keni mësuar, keni nxënë dhe këto çfarë keni nxënë këtu do t'i praktikoni në punën e përditshme. Programi synon gjithashtu përmirësimin e transparencës, efikasitetit dhe llogaridhënies së sistemit policor. Gjë që na bëri përshtypje për ndonjë mangësi që ne kemi pasur, që folëm për diçka që ne mund ta bëjmë më mirë. Të jetë domethënë komunikimi është gjë kryesore, etika, fjala si ne mund të flasim. Mësuam se sa e rëndësishme është policimi në komunitet, se sa afër duhet jemi me qytetarët, me problemet. Bashkëpunimi me komunitetin na jep më shumë eficiencë për zgjidhjen e problemeve që kanë qytetarët nga mbështetja që kërkojnë te policia e shtetit. Ky raund trajnimi do të pasohet edhe nga 2 sesione trajnimi me personelin e forcave të rendit publik në Drejtorinë Vendore të Policisë së Korçës.